Kryesuesi i Kuvendit të Prizrenit profesor Dr. Simir Krasniqi sot ka ftuar Komitetin për Politikë e Financa të miratuar rendin e ditës për mbledhjen e jashtëzakonshme që mbahet më 25 qershor 2026 me të vetmën pikë shqyrtim dhe miratim i kornizave të afastmesme buxhetore për vitet 2027-2029. Në këtë mbledhje ishte të nën kryetari i Komunës së Prizrenit Kujtim Mukashi. Fillimisht kryesuesi Krasniqi njoftoi të pranishmit për rendin e ditës së mbledhjes së jashtëzakonshme që mbahet nesër. Përderisa për pikën referoi Lulzim Sulejmani, zyrtar i lartë financiar nga Drejtoria e Financave, i cili tregoi se buxheti për vitin 2027 është 79 milionë euro e pastaj sapo ndarjen e këtij buxheti. Sfida është përfshirja e obligimeve të cilat i kemi për kontratat e lidhura dhe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësia na obligon që para çdo propozimi të ri të buxhetohen obligimet kontraktuale, të cilat janë obligime të lidhura në drejtori të caktuar, si kapitale, madra dhe shërbime tjera. Kështu që në listën e kapitaleve të keni parasysh që të gjitha kontratat e lidhura janë buxhetuar në drejtori, sepse është obligim ligjor, nuk mundesh me çet propozime të reja jashtë obligimeve. Nëse na kemi hapësirë buxhetore, atëherë jashtë obligimeve do të buxhetojmë edhe kërkesat e reja që do të vinë nga dëgjimet publike të në fillim të shtatorit, të cilat dëgjimet do t'i bëjmë në muaj të mbledhur. Ajo që thash, domethënë është obligative buxhetimi i kontratave dhe obligimet të kontraktuara të cilat janë të lidhura deri tash. Siç e dini, domethënë gjatë këtyre viteve janë bërë shumë ekzekutime nga përmbaruesit dhe ajo na ka shkaktuar shumë të loshe, se nëse na sot ku po flasim për vitin 2022 dhe te këto momente, për vitin 2022 dhe te këto momente që po flasim janë diku rreth 36 milionë euro të ekzekutuar, po flasim për kontratat të cilat janë të lidhura ndër vite, po të cilat s'kan mujt më ekzekutu si pagesa ose si realizime në teren për shkak të ekzekutimeve të. Na gjatë vitit kaluar kemi buxhetuar kontratat për me kry punë si vjet janë marrë te tash, domethënë 15 milionë euro gati janë marrë tash, prap kontratat e njëjta kemi pa buxhet dhe të cilat nuk mund të realizohen, kështu që kemi obligative të buxhetojmë dhe të përcjellëm për vitin 2027. Lidhur me këtë pikë, pastaj diskutuan anëtarët e këtij komiteti si Shukri Quni, Aziz Hodaj, Dafina Alishani. U shprehen se nuk janë të përcaktuar vlerat e investimeve. Dhe nëse nuk i parashohim, nëse nuk i kryjnë të obligime brenda vitit dhe nuk i parashohim projektet konkrete për vitin 2027, sigurisht që duhet me kryjnë që do. Tash nuk e kemi guximin jo na si përfaqësues, sigurisht që jemi këtu. Me kërku një investim qoftë edhe simbolik dikun, sepse përgjegjja e parë për gjitha instancave është nuk ka parë. Dhe çka më bëj? Kështu që me thamë kemi kujdes në hartimin e buxhetit e kam kaluar edhe në për debate publike, edhe në për ndëgjime publike, në lokalitete, në qytet. Por është mirë një herë për gjithmonë të ikët kësaj formës përgjithësume, po të parashihen në buxhet projektet konkrete që bile i afrohen, kalojnë mbi 50% në realizimin madhëgjatimi. Unë nuk do të votoj, Aziz, sepse nuk janë përfshirë të fshatrat të cilat unë i përfaqësoj. Edhe ti vjen nga jona, po ti si të ndarë në dyqysh. Nazarek e su përfshirë, ko i ushë hiq. Janë një hiq, kërë zhukë jashtë, një lejtë. Në po pes të gjithë një nga tu ka përfaqësoj, kam një votë aty. Në shesët përfshirë në njërë kështu, si përfaqësore, nuk ka kod buxhetore. S'ka fare nda. A janë bërë këta, a ja merë përmbaruesi, mu nuk të më interesu si asamblesë. Unë si kuvendar jam ai i cili përfaqësoj interesat e qytetarëve, këta janë ata që duhet me rujt parën e qytetarit. Këta duhet me ditë. Edhe nuk është përmbaruesi që ju ka marrë ty në që 4 vjetë, po vetëm që këj vit që kalon i kalon. Edhe nuk e di unë për shkak tash çdo stend mu lidh me përmbaruesi. Me të juaja po e fusim në votim.
edhe kjo është mi alat rrut se cilit aty që është i gatshëm me dhënë votën se i pas ka premtu nën kryetari apo kryetari që ka mi pas parasysh. Mu po vjen keq mas pari që qysh pranoni ju me qenë bashkë në koalicion edhe mos me pas më përsho çfarë dallimi keni mas pari në për drejtori. Me qenë LDK-ja, qysh po thot pas ka kryp e s'pas ka kryp, ishte është me ngrit zërin me thonë drejtorit tona, po trajtohen si mos mu kohen pjesë e qeverisës. Pastaj, janë disa pika që sinqerisht s'po muj me i kuptu, janë vendosi projekt të ri, po nuk ka buxhetim për këtë vit edhe vitin e ardhshëm. Kurse së fundmi nën kryetari Kashi plotësoi këtë sqarim dhe shpjegoi se përmbaruesi mjetet e komunës kanë filluar moti të i merren, por këto 2 vitet e fundit janë ekstrem të larta. Ne kemi 3-4 kontrata të mëdha që janë të parapamë në qytet korniz, që janë kontrata korniz, në disa raste janë pas specifikuar me ku. Po normal që ato parashin me shtru asfalt, me bon kanalizim, me bon kubza, sipas kërkesave nevoja. Pse po thamë është dokument orientues? Se dokumenti detaj është buxheti. Kur e votojmë shtator, kur të vjen koha, edhe deri atëherë kemi kohë. Kjo është një hap për me fillu diskutimet, debatet me qytetarët, me organizatat edhe me finalizu dokumentin. Do të thonë ky mund me psu ndryshime. Tjetra. Tha Dafina që ka dallime mes drejtorive të PDK-s dhe LDK-s. Nuk ka në komunë drejtori jashtë PDK-s as LDK-s. Ka drejtoritë komunës. E para, edhe e dyta, edhe ky dokument është bën në koordinim të plot me secilin drejtor. Edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe KDTP-s, edhe të vakatit, edhe secilit që ka marrë përgjegjësi me implementu dokumentin që e kemi përpara. Edhe vetëm për ilustrim. Shëndetësinë e vëllësh LDK-ja i ka 1.5 milion euro buxhet. Turizmin e vëllësh PDK-ja i ka 200.000 euro buxhet. Meqenën sociale e vëllësh LDK-ja i ka 500.000 euro buxhet. Administratën e vëllësh PDK-ja i ka 275.000 euro buxhet. Do të thonë nuk bën sa farë dallimesh, po këto vijnë në raport me nevojat që kanë drejtoritë brenda vetës. Asnjëherë nuk i kemi trajtuar asnjë anë drejtor në baza partijake. Me shumicë votash u miratua rendi ditës për buxhetin. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25 she.